Okej. Këto janë, zonja Balliu, kjo pesë që në një farë mënyrë mund ta quajmë CV Altin Dumanit, për faktin që gjithë këta janë në një farë mënyrë në lupën e SPAK-ut në kohën që ai ka qenë në 3 vite të drejtimit të SPAK. Si do ta konsideroje punën e Altin Dumanit, ju e përmendëm pak më parë, dhe a mendoni që këtu ka vend për të diskutuar shkelje të standardeve? Unë mendoj që Altin Dumani ka bërë një punë shkëlqyer gjatë gjithë kësaj periudhe, pa diskutim që dosjet janë të strukturuara dhe pa diskutim që kanë qenë ekipe profesionale që kanë punuar me to. Dhe procesi vazhdon, për mos do jetë ndryshimi i leadershipit, SPAK-u ka një proces të cilin do ta çojë deri në fund pak si pas për secilin nga personazhet. Pastaj mund të ketë një shkelje të standardit ligjor pa diskutim që ato kanë të drejtën e tyre që ta ankimojmë, por unë jam e mendimit që leadershipi i ri që do të vinë SPAK do ta ketë më të thjeshtë dhe për të marrë me këto çështje, pasi dosjet e tyre, siç e lart përmenda, janë të strukturuara dhe pa diskutim që ai vjen me një përvojë tashmë të provuar dhe do ta ketë më të lehtë se çka ka pas Dumani deri tani. Okej, megjithatë, në këto raste, cila është për ju dosja që ka bindur më shumë? Pra, apo janë të pesta të vendosura në një nivel? Nuk e shoh të pesta në opinionin tim në një nivel, mendoj që ka pasur parregullsi tek dosja e Metës dhe tek e zotit Veliaj. Këto dyja? Po, që mendoj që kanë hapësirë për debat dhe kanë hapësirë edhe për... Meta për shkak të arrestimit? Po, për shkak të arrestimit edhe zoti Veliaj, pasi u bë shumë kohë gjatë në cilën ai atit ju mohua drejta për të njohur me provat, për të njohur me dosjen, edhe mënyra e procedimit që u arrestua në zyrë ishte e panevojshme në opinionin tim, pasi nuk ishte një person i cili përbënte rrezikshmëri apo personi i cili do linte vendi. Okej. Indrit, dua të marr pak edhe atë që tha Platori. Këtë tutje do jetë më keq se sa që kemi parë deri tani. E ndani këtë? Dhe duke referuar historikut të strukturave të ngjashme që janë ngritur në vendet rajonit. Pra, si e shikoni ju këtë tutje? Ta them unë s'pari mendoj se duhet jemi ose të përpiqemi të jemi sa më të drejtë, kur flasim për titullar të shtetit. Ju përmendët një fjali, thatë CV-ja e zotit Dumani. Cila është CV-ja e zotit Dumani? CV-ja e zotit Dumani nuk janë vetëm këta. Pra për kuriozitet, kam të shënuara, SPAK-u thot ka hetuar 73 zyrtar të lartë, gjysma të dënuar me vendim të formës pres gjykatës, 300 milion euro asetet sekuestruara, mbi 20 organizata kriminale të goditura, për herë të parë nënshkruan 5 marrëveshje bashkëpunimi me vendet e Amerikës Latine që nuk kanë ndodhur më parë. Dumani vetmi zyrtar i pritur nga administrata Trump dhe merr 2 tituj nderues nga SBA dhe Britani, të cilët nuk i kanë marrë prokurorët e tjerë. Pra do të thotë, edhe Samir Tahiri mori një dekorat nuk ka marrë titull Samir Tahiri nga organet ligjzbatuese dhe nuk ka asnjë dekorat nga Obama. Çfarë dekorate ka Tahiri nga Obama? A e takoi Obama në spinën e bardhë? Ministrin e Brendshëm? Çfarë dekorate ka? Takimi nuk është dekorat. Mirë, rregull. Takimi me një ministër i cili e merr kryeministri me vete, mund ta marrë kryeministri me vete është diçka tjetër. Thirrja drejt për drejt e një prokurori për ta nderuar dhe për t'i dhënë rëndësi është diçka tjetër. Pra ka një bilanc Altin Dumani, pavarësisht se ka qenë njeriu më i sulmuar. Nga këta këtu. Këta të pesë. Nga këta që janë këtu. Përveç kësaj zonjës që tha që unë nuk do të merrem. Nuk do të merrem. Okej, por gjithsesi edhe ajo është në një farë mënyrë fakti që në rastin e këtyre personave, ta kanë qenë sfiduesit më të mëdhenj të ligjit në mënyrë publike. Pra çfarë do të thotë të jesh sfidues i ligjit në mënyrë publike? Do të thotë ti poshtrosh në sy të popullit dhe publikisht organet ligjzbatuese. Tu e ke gabim, Indri. Do të thotë të quash organizat kriminale prokurorin, siç bën ky i Mesit, nuk është diçka normale. Unë nuk e di se ku quhet organizat kriminale prokuroria. Sa është dhe më rënd kjo. Të quash Altin Dumani një kriminal dhe psikopat, siç bën të ish presidenti i Republikës, mua s'm duket normale. Këta janë